Para disa vitesh ata ishin çifti më i famshëm i showbizit shqiptar, po flasin për këngëtaren Jonida Maliqi dhe aktorin Romeo Veshaj, ku lidhja e tyre dashurisë pushtonte portalet. Ditën e djeshme, moderatorja Bora Zemani kishte postuar disa foto me Donaldin, por pjesë e këtyre ishte dhe Romeo. Por ajo çfarë ra më shumë në sy ishte komenti i Jonida Maliqit, e cila i kishte dërguar 5 zemra. Të shumtë ishin fancat që nisën të dyshojnë për një rikthim mes dyshjes. Nuk dihet ende nëse Jonida dhe Romeo janë kthyer bashkë, apo këngëtarja është gëzuar për arritjet e Donaldit. Nga ana tjetër na duhet t'ju themi se para disa ditësh Romeo Veshaj u shfaqi në një klub me Heidi Bacin. Se çfarë po ndodh me të, na mbetet vetëm të presim pasi ai ka një kohë të gjatë që nuk është pjesë e mediave. Nga ana tjetër, Donaldi dhe Bora Zemani po përjetojnë momentet e tyre më të lumtura.